Në prag të sezonit turistik, Bashkia e Pogradecit ka ndërmarrë një aksion të gjerë pastrimi me fokus në akset nacionale dhe përgjatë vijës liçenore. Pjesë e këtij aksioni janë bërë ndërmarrjet në varësi të bashkisë, kompania e pastrimit si dhe nxënës të shkollave. Ndërhyrja ka nisur që nga pika e kalimit kufitar në Qafthan, si hyrja kryesore për turistët, për të vijuar përgjatë aksit nacional deri në qytet dhe në zonat breg liçenore. Ky është një aksion që bashkia e ndërmerr në mënyrë periodike me qëllim për të pasur një mjedis sa më të pastër, por sidomos në këtë moment është shumë i rëndësishëm pasi për pak kohë hymë dhe drejt sezonit të ri turistik dhe para përgatitjet nisin që në këtë kohë nga ana e bashkisë, ku pastrimi është ndër objektivat kryesor që të kemi një qytet turistik, duhet të kemi një qytet pastër. Bashkëpunimi me qytetarët mbetet thelbësor për ruajtjen e një mjedisi të pastër dhe të qëndrueshëm. Sado aksionet bëhen nuk kanë vlerë dhe impaktin e dur nëse nuk kemi dhe mirëkuptim me qytetarëve, pra të respektojnë vendet e hedhjes së mbeturinave, të mos hedhin mbeturina vende pa vend, mos hedhin mbeturina për lumenj, mos hedhin mbeturina në për parqe dhe askund tjetër ku nuk është e përcaktuar dhe nuk ka ndonjëherë. Autoritetet vendore bëjnë me dije se aksionet e pastrimit do të vijojnë edhe në një fazë të dytë, me qëllim përgatitjen e qytetit për fluksin e vizitorëve gjatë verës.